Një sondazh i kryer për të parë se sa përdoret media nga fëmijët ka nxjerrë në dritë faktin se vetëm 37% e tyre preferon televizionin, radion dhe shtypin e shkruar, ndërsa 68% ishte e fokusuar tek interneti. Në sondazhin e kryer nga Instituti Shqiptar i Medias dhe UNICEF, u anketuan 500 fëmijë të moshës 13 deri në 18 vjeç nga shkollat e kryeqytetit. Të pyetur se ç'mendim kishin për programet e televizionit publik për këtë grup mosh, më shumë se gjysma e tyre thanë se nuk i njihnin këto programe dhe pjesa tjetër tha se i ndiqte rrallë. Kur u pyetën nëse ndiheshin të përfaqësuar si grup mosh me ato që shohin në televizion, shumica e të anketuarve u përgjigjen në mënyrë pozitive. 288 nga 500 thanë se po, ndërsa 184 të tjerë thanë se nuk ndiheshin të përfaqësuar. Arsyeja kryesore që u dha ishte se në radhë parë se kishte shumë pak programe, ishin shumë të rralla dhe kjo grup mosh rrallë përfaqësohen në emisione televizive. Përfaqësuesi i UNICEF-it në Tiranë, Detlef Palm, u shpreh se mediat duhet të mbrojnë fëmijët nga programet që mund të jenë të dëmshme për ta. Palm vuri theksin tek fakti se Bashkimi Evropian do të konstatojë në shtator nëse Shqipëria ka bërë progres apo jo në mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve. Konventa për të drejtat e fëmijëve u miratua 20 vite më parë, ndërsa kjo konvent për herë të parë këtë vit është bërë pjesë e ligjit shqiptar. Fëmijëve në Shqipëri ju duken të mërzitshme programet në media ku ka shumë fjalë, diskutime dhe pak fakte. Kjo nuk është ajo çfarë fëmijët duan. Unë ju bëj thirrje mediave shqiptare që të mos transmetojnë materiale që nuk janë të sigurta. Ne duhet të sigurohemi se fëmijët nuk do të diskriminohen pavarësisht moshës, gjinisë apo përkatësisë fetare. Sondazhi tregon se fëmijët kanë humbur interesin për të ndjekur programe televizive, duke u fokusuar më tepër drejt internetit. Të anketuarit në përgjithësi mendonin se programet televizive nuk përgjigjen kërkesave të grup moshës së tyre.